Policia e Kosovës më 4 prill 2025 ka realizuar një kontroll në shtëpinë e një të dyshuari për posedim të paautorizuar të armëve. Hetimet janë zhvilluar nga njësiti i hetimeve të stacionit policor në Prizren dhe pas informacioneve operative që tregonin se i dyshuari me inicialet NT mashkull kosovar i lindur në vitin 1977 ishte në posedim të armëve pa leje. Policia ka bërë të ditur se pas pranimit të informacionit është njoftuar prokurori i shtetit dhe me lejen e tij është realizuar kontroll në shtëpinë dhe objektet përcjellëse të dyshuarit. Gjatë kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provave materiale një pistolet e tipit Arec kalibri 9x19 mm, një pushkë gjysmë automatike tipit Crevena Zastava dhe një karikator i pistoletës, 6 fishek të kalibrit të panjohur, 2 fishek me gaz, 41 fishek të armëve të gjata, një karikator i pushkës gjysmë automatike, një palë dyl B të tipit Zrak on M76. Njofton zëdhënësi i policisë rajonale Vesel Gashi.